Shenja e dashit të javë mund të them që ka një javë ku do të spastrosh të gjitha temat që mund të kenë qenë pak të zgjatura. Kjo do të thotë që edhe vonesat që mund të ketë pasur të vetë shkaktuara në përgjithësi, apo edhe gjërat të cilat mund të ketë shpresuar tek të tjerë, por nuk është se ka arritur që t'i zgjidhje, gjatë kësaj jave do të filloj që t'i zgjidhje një nga një. Do të filloj nga mënyra e tij komunikimit, ku nëse se e bere që ka çaluar në disa pika, gjatë kësaj jave do të filloj që ta përdori më mirë, me tepër efikasitet për komunikimin e tij, duke vazhduar tek të gjitha temat familjare. Mund të marrim edhe lajme shumë pozitive, në disa raste mbështetje shumë të madhe ekonomike nga familjarët tanë, dhe për ta është një fazë ku mund të jenë vërtet shumë efikas, mund të jenë shumë herë praktik në mënyrë se si bëjnë gjërat, dhe kjo normale që do të sjellë një rritje shumë të madhe, si në zhvillimin e tyre në karrierë, po ashtu në lidhje me marrëdhëniet që ata kanë me vëllezërit, me motrat e tyre.